Qëndrimet e tua jo fleksibel, pra qëndrimet e tua që nuk ndryshojnë kur duhet dhe që nuk lëvizin. Kjo tani është për t'i përgjigjer vetes tënde, se unë të njoh ty këtu për një njerëz që mund ta quaj brova atje jashtë. Po, një për diçka që 100 ditë. Po. Që 100 ditë kam tregu një diçka këtë mbrapa. Vazhdo të rregoj mal. Go that way. It's up to you. Unë ty nuk të bëj një supozim që nuk ka vlerë. Kur? Një supozim, një sugjerim që nuk ka vlerë, ndjes. Nuk ta bëj. Çka Vetëm mos qofsha unë të mërkurën këtu. vetëm mos çka? Vetëm mos qofsha unë të mërkurën këtu. Se me parim të tyre bëjmë unë ditë, dhe e di unë se si ja bëj. Qa thu ti mërë t'jallë? Ngeli mua të vërtetoj fjalët edhe burnin time ke mirë edhe të rogerti. Kam një bisedë me Stenardo, mund të bëj këto? Jo, që të e boni me Stenardo. Ta marrëm këtë bisedë. Ta marrëm këtë bisedë. Nuk është në një gjë e madhe, bisedë shkurt. Po më do bëjmë bisedë sa dush bash atë, s'e bën. Po më. Vetëm ta marrëm këtë Ka bisedë. dhe një pikë tjetër të ato marrëveshje. Po më patjetër. Do të Po një gjë diskutojmë. e parë se të bësh bisedën. Jo, më do bëj bisedë Po shtruar një gjë me 2 sekonda se Po mi më ma thuaj, çfarë kemi? Po unë besoj që kjo gjëja është më mirë bisedë. Sytuj. Po, hajde. Ne nuk bim marrëveshje fare. Domethënë, jo ti mu, jo unë ty, jo s'bëj kyt, jo s'bëjmë marrëveshje fare. Edhe lem të hapur gjën. Si dali? Je dakord? Se ndodh, mund të ndodhi. Po e la të hapur gjën, do fitoj grupi tjetër. Bukur. Po e lam të hapur, fiton grupi tjetër. Po, total. Dakord? Tash. Total. Bukur. Tani ju doni që ta fitoj grupi tjetër? Jo, më unë ta fitoj asnjë grup. Bravo. Nëse nuk doni ta fitoj grupi tjetër, ne kemi propozim e disën. Për lider. Po. E di sa është grupi tjetër. Tash, okay, oni. Ti ke 2 grupa tjera. Grupe tjera. Ju se kapni. Po bani vetëm pra. Ju se kapni. Unë po ta them. Ju s'doni me pas vetëm. Po them, keni, unë po ta them, nuk gdhifsha unë këtu të mërkurën, presje, unë do bëj marrëveshjen me ju që gocat nuk preken dhe jam lider. Iku kry. Iku kjo. Kjo është hipotezë, nuk ndodhi kjo. A pasaj është puna juaj vëlla. Prit pa më dëgjoj. Çfarë ti bëjon tani? Po një sekond more. Çfarë ti bëjon tani? O zot, nuk je ti olla këtu. Po, nuk jam. Nuk ka rëndësi, kjo nuk ndodh. Është hipotezë. Po. Nuk ndodh edhe hipoteza që ju nuk vini te ne. E kupton? Me marrëveshje, që ju s'prekeni Nikoli etj etj. Por ama, mos harro që nëse e lën të hapur gjën, të hapur olla. Ta fitoj kush do, e marrin ata. Se ju të dy do i digjni votat, s'keni ku shkoni. Po ta them prapun. Nëse ju nuk i digjni votat dhe doni që ata mos ta fitojnë, ti propozon e disën. E disën. Propozon e disën. Okej. Kjo është vazhdo tash. Jo, mos na e përgjigje, vazhdoni, diskutoni. Unë ta kam dhënë përgjigjen dhe po them, nëse unë gdhijem këtu të mërkurën, unë e morën vesh nuk i prek. Unë na çmene këtë morën vesh, unë po them nëse jo vlla. Okej, më burr tani, çfarë më thon tani? Prandaj do ta zgjidhni vetë ju me njëri tjetrin. Prandaj shtrohen. Çfarë ti bëj? Dgjoj, prandaj shtrohen pesë çështje. Sigurisht. Që kjo dhe unë po ta them. Po patjetër. Të desha me shtu. Nëse nuk doni që të fitojë ai grup, do e fitoj. E ke sigurt që fiton ai grup. Se ju do i digjni votat, s'keni ku të shkoni se kapni dot. Pak votat tona. Atëherë ne propozojmë disën dhe vini ta fitojmë ne. Kaq. Dakor, është propozimi jot. Unë kam atë propozim. Po atë me marrëveshjen tënde. Pra, i vë pesh atij propozimit. Po ti nuk je vëlla, si t'e bëjmë tash? Dakor. Unë ja sugjeroj Malit